Shkodra i ka rezervuar një pritje madhështore liderit të opozitës Sali Berisha kur kanë mbetur vetëm 3 ditë nga zgjedhjet e 11 majit. Nga qyteti bastioni i Partisë Demokratike, Berisha deklaroi se në 11 maj shkodranët do të firmosin një kapitull të ri të historisë së Shkodrës dhe Shqipërisë. Ai theksoi se narkodiktatura 12 vjeçare e Edi Ramës boshatisi vendin nga të rinjt, falimentoi bizneset dhe zhyti qytetarët në varfëri, ndërsa akuzoi shefin e qeverisë për braktisjen e Shkodrës. Erdhi këtu, do të themi gjë, sikur 12 vjetë pushtim, i huajt kishte patur Shkodra, dhe pushtuesi të vinte këtu, kur nuk do i lejon të vetës të thoshte se unë kam investuar në Shkodrë 1,3 miliard euro. Mashtruesi i neveritshëm, i turpshëm. Në Shkodër në 12 vite, asnjë projekt të ri, që të gjitha vazhdim i projekteve në përfundim e sipër të mëparshme. Berisha paraqiti para shkodranëve programin e Partisë Demokratike për nxjerrjen e vendit nga kriza, që nga arritja e pagave dhe pensioneve, ulja e taksave për bizneset e deri tek mbështetja për të rinj që të ndërtojnë të ardhmen në Shqipëri. Do vendosim minimum jetik 200 euro, do vendosim rrogën minimale 500 euro. Për çdo biznes të vogël, energjia do jetë 6 lekë dhe jo 18 që është sot. Hapësira publike do t'jetë 5 herë më lirë se sot. Fermerë të diskriminuar, të goditur rënd nga Ballkani hapur, se do pesfishohen subvencionet tuaja, garantoj pronarët se brenda 4 viteve do marrë zgjidhje përfundimtare problemi i pronave, garantojt për ndjekurit politik, se dëmshpërblimi i tyre dhe kompensimi merr fund brenda 4 viteve që vinë. Do bëjmë çdo gjë që ata qindra mira, vajza dhe djemë që u larguan nga Shqipëria, të kthehen në Shkodër dhe në Shqipëri, 5 vite pas një taks. Një fond 10 milion euro, vetëm për sipërmarrjet e tyre. Një çati çdo çifti të ri. Ne do japim 30.000 euro gram. Berisha u ndal gjatë fjalës së tij edhe tek qëndrimi më i fundit i Departamentit të Shtetit dhe shprehu mirënjohjen për administratën e re të presidentit Trump. E ndëgjuat vetë lajmin. E vërteta triumfoi. Po një mirënjohje thellë për presidentin Trump që i preu kokën qarprit Soros në Washington. Po një mirënjohje thellë për të gjithë ju që qëndruat në kumposhtet, edhe në kohërat më të vështira ju votuat Partinë Demokratike. Duke ju rikthyer temës së fushatës, Berisha dha një paralajmërim të fortë për bandat kriminale. Me 11 maj të votoni ekipin e Luciano Boçit, se përballë është alternativa e krimit. Në Velipoj përfaqësues të Plumgjoks, në Dajç të tjerë, në Dobraç të tjerë. Tani u them atyre u them edhe përfaqësuesve tyre dhe atyre. Në datën 12 maj, qeveria e re do t'u shpall ju grupe terroriste dhe mos guxoni të kërcënoni qoftë dhe një komisioner dhe një qytetar. Do të përgjigji ashtu që nuk ja u pret mendja, dhe mos mendoni se u mbron Edi Rama e Benet Beci. Jam mbathin të parë. Lideri demokrat u bëri thirrje qytetarëve që të mos japin asnjë vot për Tom Doshin dhe partitë që janë kundër rotacionit. Ju bëj thirrje, asnjë vot për Tom Pazarin. Vota për Tomën është e tëra vot për Edi Ramën. Tom është skllav i Edi Ramës. Ato partitë që u thoni ju se ne nuk kemi për rotacionin, atër në maska, atër në partitë, atër në për Edi Ramën, atër të një vegël e Edi Ramës. Asnjë vot për ta. Gjatë fjalës së Berishës u bë ditur edhe emri i Papës të ri, Leonit 14, zgjedhja e të cilit u përshëndet nga lideri i opozitës. Pap i ri u zgjodh një Donald Trump i ri në Vatikan. Papa Leo, një Amerikan. Le ta urojmë. Le t'i urojmë edhe njerë jetë gjatë dhe sukseset më të mëdha në udhëheqjen e Vatikanit